Në Albanë dikur ishin një nga zanatet më të domosdoshme për jetën në qytet, por kryesisht për jetën në fshat, pasi ata mbatnin kafshët në mënyrë që të lëviznin, por edhe të punonin pa u dëmtuar. Edhe sot ky zanat nuk i ka humbur kohës. Në Albani, Gurkazi Xhemali nga fshati Pojani Maliqit tregon se është marrë me këtë zanat që në vitin 1979. Unë që 20 vite kam filluar, por 21 vjet. Kemi bërë kurs atëherë, bënin kurs në Korç. Edhe vimi këtu pasaj. E filluam kooperativë, të mbathmin qetë, kuajtë, mushkat, si së brisnin drua. A ka ende kërkesa për këtë zanat që ju ushtron? Që kanë filluar, kanë qef. Është një në Zvezdë që punon kështu idealeri edhe. Në Albani duhet të njohë mirë strukturën e thundrës së kafshës, të përpunoj hekurin dhe ta përshtas patkojnë sipas formës së këmbës. Çdo punë realizohet me kujdes, sepse një gabim i vogël mund të dëmtoj kafshën dhe të pengoj punën e saj, tregon Albani. Ai thotë se edhe pse koha ka ndryshuar, ka ende kërkesa. Gjithë procesin e bëni vetë apo jo? Vetë, do të marrësh masën e kalit. Si çdo lloj këmbe ka masa të ndryshme. Po do një kali që të jetë ashtu një orë po njerë. Me të prerë patkojnë, me të mbatur. Do ketë kafshë nga erdhë, nuk do... Jo si që ka patur, të më përpara këtu ishin 1000 kuaj. Tash ku kanë betur këtu? O kanë betur 100 kuaj, o s'kanë betur. Po vinë nga larkë, vinë në basin, tërë pelgu, tërë zona këtu. Zanati nuk të letojnë para shumë të madhe, po në mbrëmje pa lek, në mëngjes gëdhjesh me lek. Megjithatë, në Albanët mbeten pjesë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore dhe historisë së punës tradicionale.